Familjarët që humbën të afërmit e tyre gjatë zjarrit në spitalin modular në Tetov thonë se kanë përjetuar dhimbje të njëjta kur kanë dëgjuar për rastin e Koçanit. Ata solidarizohen me familjet e viktimave duke shpresuar se rasti në Koçan do të zbardhet dhe nuk do të zvaritet në hetim, por dhe në proces gjyqësor. Ibin Emshiu, që humbi baban dhe vëllaun, thotë se momentin që dëgjoi për rastin e Koçanit përjetoi të njëjtat dhimbje. Pre ngushëllimet e meja për familjet e Koçanit, po kur e dëgjom këtë rast, më ngrej trupi si e kujtoja ditën time që kam qenë në spitalin e Tetovës, që pas gjithat tragjedi që ti shikosh njerëzit digjen gjallë nuk është e lehtë. Edhe bllokohet truri krejt, se çfarë situatash kina arrit në Maqedoni më u djeg për zgjalli. Kështu që mjerim është për ato familje shembull që i kanë humb dashurit, si puna ime që i kam humb krejt shembull familjen. Ma shumë zdej edhe nga emocionet jam që 3 ditë 4 kom fillu prap me e rikujtu 2021-shin, çka ka ndodhur në Maqedoni te familja ime. Si familjarët e spitalit modular të Tetovës, në rastin e Koçanit, na u rihap plaga e viktimave të modularit. Por njëkohësisht, ne si familjar të spitalit modular, shprehim ngushëllimet e familjarëve në rastin e Koçanit dhe me këtë intervistë shpreh që të them se edhe te ne dhe hapën rigjikime prap fillim. Pi fillimit dhe vazhdojnë rigjikimet të reja. Emshiu shpreson se ky rast do të rikthehet përsëri dhe përgjegjësi do të marrin ata që kanë pozita udhëheqëse dhe ata që kanë ndërtuar spitalin. Me janë nis nga fillimi do zbardhet rasti i spitalit modular, duhet me u hap procedura nga fillimi, edhe me thirr zotëriun Venko Filipçe, kush e ka patë tenderin e spitalit, kryetarja komunës me ekspektoriatin që duhet me dhënë leje ndërtimi çdo lloj gjëre me bë në komunën e Tetovës. Kështu jo që soll Florim Besimin edhe Artan Hetemin. Këto janë fajsu. Mirë po jo gjithë barën me valshu këtire. Unë e them nuk i përkas asnjë parteje. Mirë po nëse duan me bë punë, kredibilitetin me fitu nga popullata në Maqedoni, duhet me fillu nga fillimi. A rasti Koçanit, me këto arrestime tregon vetëm një kredibilitet që do të funksionojë diçka, mirë po nuk jam informuar mirë për këtë rast, se kush mund të jetë fajtor, unë jam i fokusuar te ky rast im se këtu më ndjek mua, shpirti im ndjek, që ku më vllaun e babën. Të shqiptar nuk ka pa drejtësi. Rasti Koçanit shte hapi edhe rastet tona di përsëritëm pi fillimi. Kështu që për shqiptarët nuk ka drejtësi. Do që në 14 persona të ushëru në spital, kur një epilog nuk murë, kur një përgjësi kërkush nuk e murë. Shta që shojmë në rastin e Koçanit, bërgosën ish ministra, policia, ku ta di unë, në rastin e modularit nuk ka arrestu askush. Ka pat anullime të seancave për shkaqe shëndetësore. Jo u operu, jo i smund me shëndet, jo kështu e ashtu, por fundi erdh përgjigje që ke seanca se ai man seanca në përgjigje, është si gjyqtar në përgjigje, kurse të modulari ka dhënë një dorëheqje. Ne si familjar nuk kena të informuar këtë rast, vetëm kur e pam se në gjyq ishte gjyqtar i ri, edhe nuk dim asgjë se për çfarë ai e la gjykimin e spitalit modular. Ndërsa në gjykatën themelore në Tetov më 3 prill do të duhet të mbahet seanca e dytë, nga se gjykata e apelit e ktheu lëndën në rigjëkim për rastin e spitalit modular. Pas 4 anullimesh, gjykatësi i lëndës Jordan Velkovski është tërhequr nga lënda dhe lëndën tash e udhëheq gjykatësi Recep Musa. Ne pyetëm në gjykatën e Tetovës pse gjykatësi Jordan është hequr nga kjo lëndë, ndërsa në oraret e gjykatësve shihet se ky gjykatës ka çdo ditë seanca, siç dhe mund të shihen në këto pamje. Nga gjykata e Tetovës morën përgjigje se për shkaqe shëndetësore, gjykatësi ka kërkuar që të heqë dorë nga rasti i spitalit modular.
Gjykata themelore e Tetovës ju njofton se me kërkesë për shkaqe shëndetësore nga ana gjykatësit Jordan Velkovski me vendim lënda e spitalit modular me sistemin e Akmisit është ndarë gjykatësi tjetër, thonë nga gjykata e Tetovës. Për zjarrin në spitalin modular në Tetov që ndodhi më 8 shtator 2021, në të cilin humbën jetën 14 persona, më 27 korrik 2022, prokuroria pas 10 muaj hetime ka dorëzuar akt akus në gjykatën themelore të Tetovës. Seanca e parë në rastin e spitalit modular filloi më 7 dhjetor të vitit 2022, ndërsa dhe pas 21 seancave ajo lëndë u kthye në rigjykim pasi që gjykata administrative kishte vërejtje në prezantimin e dëshmive.